Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 10 qershor të 2025-s. Duket se është një ditë shumë e rëndësishme në lidhje me kohën, në lidhje me ndryshimet, me vendimet që mund të marrim edhe periudha të ndryshme që mund të kemi. Është një moment shumë i mirë sepse duket se pikërisht kjo datë na ndihmon për të arritur atë ku neve dëshirojmë, sepse data 10 në fillim të kësaj dite, ku Jupiteri pas 12 vite shkalon në shenjën e Gafores, në shenjë egzaltimi, ndryshimi, vendimi, që ofron një ndikim shumë pozitiv, madje në takime që mund të bëni, dhe kjo do të ketë mundësi për të zgjidhur shumë gjëra, sepse Jupiteri do të qëndrojë në shenjën e Gafores për një vit të plot deri në fund të qershorit të 2026-s. Do të na favorizojë në çështjet e familjes, së shtëpisë, dhe do të na japi sigurin, mundësin dhe jo vetëm kaq, ndikim i shkëlqyer për blerjen dhe shitje pasuri të paluajtshme, për inovime, për krijimet të reja, familje të reja dhe jo vetëm në planet pozitive, menaxhim financash, gjithashtu dhe udhëtimet që kanë të bëjnë shumë në këtë aspekt, sepse është një ditë mjaft e mirë dhe tepër pozitive. Por para se të filloj me parashikimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë, dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz siç e shikoni atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi paketat që Astrologo.al ofron. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për kartës të blerjes, pra siç e shikoni aty, dhe më pas shkoni tek sekretaria, e klikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar emailin dhe për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që çdo video që Astrologo.al ngarkon në YouTube, dhe dëshironi ta dëgjoni të parë, ta shikoni të parë, atë kemi pikërisht këtë butonin këtu, e klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar, mesazhin në kohën që ne jemi live, pra të merrni përgjigjen live. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, shenjën e Dashit. Përsa përket shenjës së Dashit, duket se është një periudhë mjaft e mirë, është një periudhë ku çështjet e rëndësishme marrin një ndikim tjetër, sepse është një periudhë shumë pozitive, madje është koha e duhur mbi zhvillimet, ndryshimet, kuptimin e plotë të gjërave që ka të bëjnë në fushën e biznesit. Lidhjet e ndryshimet të mëdha që do të kenë tani në tutje kanë të bëjnë me punën, në lidhje me çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dash dhe me peshore duken të mbara. Edhe pse me problematike vogël që keni pasur para disa kohëve, domethënë, por vjen momenti i zhvillimeve dhe i ndryshimeve të mëdha. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Përsa përket shenjës së Demit, duket se Demi ka pasur do ketë shumë gjëra në rrugtimin e vet, sepse është një mundësi shumë e mirë, është një mundësi e artë mbi takimet dhe zhvillimet e reja në momentin e punës, të karrierës, ndryshimit dhe vendimit, mundësisë dhe rëndësisë. Gjithçka që ndodhin është momenti më i mundshëm për ta stabilizuar. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem të 10 të tretë, me Dem të 10 të tretë, gjithashtu edhe me Pesh të 10 të parë. Një dokument priteni se ka për t'ia arritur, që keni për t'ia arritur fillimit dhe për të marrë një lajm shumë të mirë nesër paradite. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Binjakëve. Përsa përket Binjakëve, duket se Binjakët jo se harrojnë ose nuk e kuptojnë. Kuptojnë shumë, flasin pak. Mundohen shumë për të arritur atje ku kanë dhënë fjalën. Dhe momentet që keni tani me të kësaj shenje, e keni kohën tuaj për të arritur në anën tuaj më pozitive dhe më korrekte të qenë ndonjëherë në fushën e biznesit, në fushën e karrierës dhe të ndryshimeve të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me ujor dhe me shigjetar duken të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Gafores. Për ju që se Gafores është dhe lajmi i ditës miqtë e mirë të kësaj shenje, sepse pikërisht në këtë ditë shumë të rëndësishme, në fillim të ditës, ku Jupiteri pas 12 vitesh kalon në shenjën tuaj, 12 vjet, nuk jam pak, sepse çdo vit që qëndron në 12 shenjë zodiakale Jupiteri. Tani,
është një mundësi, është një kohë ideale për sa përket çështjeve të mëdha ekonomike. Dhe jo vetëm kaq, por keni edhe mundësi të reja mbi ndryshime të mëdha të punës suaj do shkoni në biznesin tuaj, në atë çka juve keni dhe jeni, dhe është momenti më i mirë i mundshëm tani. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshorët e dhjetit të parë dhe me Bërqap të dhjetit të tretë, duket se gjërat janë shumë pozitive dhe tepër ideale. Do shkojmë tek shenja e radhës, janë luanët. Për sa i përket luanëve, edhe pse luanët kanë një ndikim shumë të madh tani në këtë periudhë, është një periudhë për e mirë për ata, sepse në bazë të ndryshimeve dhe të çështjeve madhore ekonomiko-financiare, është një mundësi shumë e mirë tani në lidhje me disa ndryshime, disa takime që mund të bëhen. Këto janë takime rutinë, mund të thuhet, por në anën tjetër është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Koha ka treguar që juve jeni me shumë fat në këtë drejtim, i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur problemin tuaj. Për zgjidhur një problem, një ngërë që keni pasur për shumë kohësh, dhe vjen ky moment, është momenti më i mirë, më i arti në fushën e karrierës suaj dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm të dhjetit të parë, ujor të dhjetit të tretë, është perfektja. Edhe pse me disa vështirësi, ja keni dalë, do t'ja dilni sepse keni kohën tuaj dhe momentin e artë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e virgjëreshës. Për sa përket virgjëreshave, virgjëreshat duket se tani në këtë periudhë kanë disa mundësi të arta në punë, në karrierë, në disa takime shumë të mira, sepse shenjat e tokës kanë përfitime dhe ndryshime të mëdha. Është një mundësi shumë e mirë mbi disa takime që do të bëni dhe kjo është një mundësi shumë pozitive nga dreka, ku do të keni disa lajme shumë të mira në punën tuaj ose një ofertë shumë e rëndësishme ku do t'ju ndihmoj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak të dhjetit të parë dhe me ujor të dhjetit të tretë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që është peshorja. Për peshorët duket se edhe pse në lidhje me punën tuaj, edhe pse keni pasur mjaft të çështje të rëna pezull, por për peshorët tani mund të flasim shumë sepse është koha më e mirë e mundshme, është një periudhë mjaft ideale dhe perfekte për zgjidhur gjërat e juaja, për zgjidhur çështjet e pazgjidhura, një moment shumë i mirë ekonomiko-financiar ku ndryshon në anën tuaj, ndryshon në lidhje me punën tuaj dhe me karrierën, kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm të dhjetit të parë, ujor të dhjetit të tretë, është perfektja edhe pse një problem i vogël që keni pasur para disa kohëve mund të zgjidhet pikërisht tani. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me binjak dhe me peshk duket më para. Vijojmë tek shenja e radhës, janë akrepët. Për akrepët e dhjetit të tretë, se i pari dhe i dyti janë në favorin e tyre, një pasuri e paluajtshme duket se është e luajtshme tani me kuptimin e mirë të fjalës, sepse keni mundësinë për ta shitur, keni mundësinë për rritje të ardhurash, për marrjen e një biznesi, për të bërë biznes, dhe kjo është periudha më e mirë e mundshme që është tani. Është koha ku çdo gjë zgjidhet, çdo gjë arrihet. Kurse në çështje që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse me disa problematika të vogla që keni pasur ju të dhjetit të dytë, por duket se ka ardhur koha dhe momenti për të zgjidhur gjithçka keni. Në lidhje me një bashkim familjar, do të bëni pa kujdes sepse do ka të bëjë me dokument, nëse mungon mund ta zgjidhni. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë shigjetarët. Për sa përket shigjetarëve, meqense shigjetarët tani në këtë periudhë, sado që kanë problem, sado që kanë pasur çështje të pazgjidhura, vjen ky moment mjaft i mirë, ky moment që në një anë janë favorizimet dhe kuptimi i jetës suaj. Është një mundësi shumë e mirë tani për punën, për karrierën, për ndryshime, për vendime të rëndësishme që mund të merrni. Është dhe koha që juve ju ndihmon për të marrë vendimin e rëndësishëm, për të marrë çështjet që më përpara ishte vështirë për të realizuar. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me peshore dhe me dash duket e mbarë. Për sa përket binjakëve, pregatituni. Do shkojmë tek shenja e radhës, që janë britjapët. Meqense britjapët tani për tani duket se janë në një dilemë për marrjen e një pune të re. Por unë ju them, fshini dilemat nga memoria, sepse është një periudhë shumë e mirë tani, është një periudhë
ku gjërat do të ndikojnë, do të diktojnë në fushën e artit, në fushën e punës, në fushën e stabilizimit, në fushën e mundësive të arta që keni, dhe është koha juaj. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresht e 10 parë, me dasht e 10 tretë që është perfektja, pak vëmendje me binjak të 10 të dytë. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë ujorët. Për ujorët të duket se tani ka ardhur koha dhe momenti për të bërë ndryshimin e madh. Për ndryshimin e madh do thot puna, për ndryshimin e madh do thot familja. Është një kohë shumë e mirë, është një kohë që vërtet zanafilla ka nisur prej disa kohësh në fushën e biznesit, në fushën e karrierës. Por ky moment duket se nuk është drejt zbehjes, por është drejt ndriçimit të madh. Keni mundësinë për të zgjidhur çështjet e pazgjedhura më përpara, i zgjidhni tani. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dhe me dëm duket të ndara. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë peshqit. Për sa përket peshqive, duket se peshqit tani në këtë periudhë kanë disa mundësi të arta, por duhet i shfrytëzojmë për të mirën e tyre, sepse kemi një moment shumë të mirë, një moment mjaft pozitiv, korrekt në ana juaj, dhe kjo periudhë ju bën të ndjeni shumë herë më mirë, shumë herë më të plotësuar në karrierë, më të plotësuar në dëshirat e juaja, dhe është e koha që gjërat të dalin ashtu siç juve pretendoni, sepse është një moment shumë i artë, është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në anën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëm të 10 parë, me ujor të 10 tretë, është perfektja, pak vëmendje me dëm të 10 të dytë, sepse mund keni pasur disa probleme. Këto ishin pak a shumë për sa përket miqtë e mi të nderuar të datës 10 qershor të ndikimit madh, pra se kemi Jupiterin, dhe kjo bën që ky qershor është i juaj dhe mundoni të zgjidhni gjithçka. Pra, para se të ndajmë bashkë, unë rikujtoj edhe një herë, për juve që jeni të interesuar për parashikimet e detajuara, kemi këtë faqen këtu, e klikoni, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin për blerjen e paketës dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që në kohën që jemi live, do të dërgoni mesazh, kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe shikoni që çdo gjë ndiqni hapat dhe dërgoni mesazhin për të marrë live përgjigje. Nga Unë Pulla, më të mirën ju uroj. Gjithë mira.